O djallë, s'ka lidhje me kuj konvenon në kuj si konvenon. Në kushtetut po shkruan që duhet me konë mjaftan, që duhet me konë i komunitetit sërb njërin në kryetar. Kaq, nuk po shkruan as propozimi shumicës, as i pakicës. Rregulloria ka bërë që duhet më propozu për i shumicës. Okej, e ka bërë. Rregulloria është nxjerr gjatë kohës sa O mirë, po s'ka Ti vjen që rregulloria është antikushtetuese, që shpo të rregulloria, se rregulloria e Kuvendit i përcakton procedura. Rregulloria ka përcaktuar, po nuk e ka paraqo një situatë, cilën grupi shumicë. Ta gjykata ta ka qartësu. Po çto që ka para pos, gjykata e ka qartësu çfarë? Po mirë dhe ka qartësu, po ka qartësu keq. A ç'është dashur ta ç'është dashur ta gjykata nesër do të më dhon. I guadrullën e pak kështu se. Po ju Armen, dëgjoj se vish pak ne di që e din boll mirë, po është ka dhënë me kriju me qëllim mjegull. Çu shko logjik, po, veç një logjikë e thjeshtë, hiç pa e lexuar as kushtetutën. Çfarë fryme demokratike provon? Një parlament i cili vendos edhe kënë mi asgjith përfaqësues një komuniteti që ja ka rezervu vendet. Shkelje demokracisë. Por çka jemi tu fol që logjika kështu. Po nuk është kjo kushtetuta jonë konsensuale. Po ju po gom. Ju veç ta përfundoj. Ju gjithçka, ju gjithçka është para po në kushtetutë. Na e di që shumë sene ma vonë janë qartësu. Edhe që tash kushtetuta ka dorë. Po thuhet që këto e zgjedh komuniteti serb. Po të zgjedh parlamenti ku është më shumë drejt e propozimit për grupimit më të madh. Sa di që po propozimi. Mirë, po nuk mundet më nën kryetar i Kuvendit për komunitetin e caktuar. Pej një grupi që e konë, një deputet ose dy deputet e mësë më konë patketësisht kushtetutën. Po te kështë boti kushtetutën, okej, nuk ka të bëjë. Gjykata kushtetuse për të konë nga bërë. Po gjykata kushtetuse. Kujna mi besu mund? Ndëgjo, që ti besoj ati në që... A mi besue, une i besoj gjykatësit ma me përvoj. Po jo, gjykatësit ma me përvoj, ma dishëm që ka gjykata kushtetuse. Cëllën vete ka kërja i mandatin? Nuk i besoj atyne të cilët shumica nuk kanë asë një përvoj pune si gjykatësa, si avokatas, disa janë në simdhonjet. Kjo të me veçan, dilko merru me... Unë i besoj. E treta, unë nuk flasë tu para te, para opinionit publik, nuk flasë, në qofse, unë nuk konsultohem me njerës meritor. Nuk flasë nëse nuk konsultohem me konstitucionalist nivellit botnor. Cilët, kur ja u ka zonë, bëjnë hegare. Kjo është të thjesht nuk i nevojë. Përveç nëse refuzojnë deputetët e shumicës ati komuniteti me propozu kandidatin. Ajo administrohet nga kryetari Kuvendit edhe bëhet me shërë që ka që thjesht nuk blokohet. Po ata si kanë lënë met për me refuzu më bu pjesë e procesit. Në rast se refuzojnë, atë administron kryetari, tërhiqet me short edhe përfundon procedura ankohen kot në gjykatën kushtetuese. Po këtu nuk e kemi situatën kur kanë refuzu, okej. Po kemi situatën kur shumica në parlament nuk i ka votu. Do më thonë shumica në parlament nuk i ka votu. Tash, cila është zgjidhja? Qka nëse zgjidhja nuk u konë me zgjidh Rashiqin, qka ti nëse ti ishe konë kryetari gjykatës kushtetuese, qa kisha thonë që duhet me po? Unë nëse isha konë kryetari gjykatës kushtetuese, në qatë moment, deri so me kushtetuese, ja u kemi garantu të drejtat, edhe me regulore të Kuvendit, ja u kemi njoft të drejtën e propozimit. I kisha rekomandu deputetin nga radhet e qasoj shumicë o prof. Mundet mësë mëna përqy partia politike. A ti kështë kryetari gjykatës kushtetuese, a kush? A i kështë zgjidh parlament, ja. Po parlamenti s'po do me zgjidh. Ani tje hapi interpretimin që i takon që ati grupimi parlamentar më se takon, nuk të 50 vetë. 50 herën e kanë shkelë. Mirë e kanë shkelë, po unë nuk jam të avokati. E di që më do me thonë, bro, ta hekim gjykatën kushtetuese. Ta normalizojmë, edhe ti lojnë pra shumicë. Ta bojmë normal. E di që mi bjerë, Armen, gjykatat ty s'po të pëlqen, a i njerën gjykatë kushtetuese, po do mi përcaktu edhe kushjën. A hekim krejtë, o burë, edhe le të vendosë vish parlamenti.
Për çfarë kemi një gjykatë që ka thonë? E para gjykata ka thonë, vendimi i kuvendit për me ndru procedurën e votimit që ka kërku lëvizja vendosje nga të hapur në të mbyllur është jo në frymë kushtetuese. Ju po du me thonë që jo gjithçka është e definuar në kushtetutë. Mirë dhe. Dhe mandej edhe kjo pjesa tjetër, unë e pajtona që shkruan kushtetutë, se jo çdo detaj e ka para pa kushtetuta, se ka menduar që jena njerëz normal ka menduar. Kushtetuta s'ka besuar që jemi popull normal, as që s'kena njerëz normal në kuvend, që 50 herë ta dështon 50 herë shkelet kushtetuta na vazhdojnë me fol si më kon situata krejt normale. Ky zotnia jena du full për republikë parlamentare, shtet demokratik, e po dojna mja kufizu drejtën e zgjedhjes një grupi. Qysh të përthirmin demokraci, edhe plus konsultumi na me njerëz na për but. Qka ki më konsultu? Ale, sa për më bërë se për më dërym. Qka ki më konsultu me njerëz na për but? Kur ti jeti shkejt parimet e demokracisë. Kush ka drejt me armë të kallëzu, si me armë neve në studio qëto, së është mendim, me armë neve në studio në orë, dikush me na përcaktu, qka me full? Qka me full, po. Ti po do me ja përcaktu deputetet qka me votu. Po jo mëre deputetet zgjidhin vetë për fasusin e vetë. Po qka, une pyetja është konkrete. Qka, s'ka ndonë Qka ka dojnë gjykata kushtetuesit ka thonë s'ki drejt, leje le ta zgjidh njerin e vetë. E ka qartësu sët. O shumë e qartë nuk di pse po ja unë s'du me votu, qka? Po të rënou krejt në të leje krejt qka të roje vendin. Hajde këthejemi në 50 vjetë për Unë mas. mendoj kështu, në rregull është kjo tim. Po ju mërës është në regullë të Unë- shumë është shumë e Qka thjeshtë. nëse s'do nesër, Po. Lumir Abdixhi Se mu ku ka s'don pik mu. mu shpoll një vendim i gjykatës kushtetuese. Hajde e prikshni krejt vendin. Po.